Ne presim, besojmë që kemi një presidente konsensuale, kemi një president apo presidente e cila nuk vjen nga subjektet, nga forcat politike, e konsideroj personalisht shumë të dëmshme të shoh një ish presidente të vendit e cila për interesa personale, në kohë fushate, flet gjysmë të vërteta, të pavërteta, nxjerrja prej kontekstit e deklaratave nuk na bëjnë mirë si shoqërisë. Deputetët e televizjes vetëvendosje dhe partnerëve tonë të guxo. Dhe Alternativa janë pjesë e grupit tonë grupit në WhatsApp, zonja Dejona Mihajli, e cila i koordinon këto komitete, i ndan rekomandimet, reflektimet të ndryshme për politikat të ndryshme. Unë nuk di se shkruan fjalime. Ne presim, besojmë që kemi një presidente konsensuale, e cila idealja do të ishte të vinte nga, domethënë, jashtë partive. Unë nuk mund të flas sot për insistim. Unë jam e bindun, e sigurt që ne përsëri do të bëjmë gjithçka është në mandatin tonë që të zgjedhim sa më parë që është e mundur në presidentin ose presidenten e vendit, sa po të votohet kuvendi, domethënë edhe të krijohet hapësira për zgjedhjen e presidentit apo presidentes, edhe gjithë kjo situatë gjatë, jo vetëm gjatë kohës së fundit, por edhe në legislaturat ose nga presidentët e kaluar, e bën të qartë që idealja do të ishte që kemi një president apo presidente e cila nuk vjen nga subjektet, nga forcat politike, për shkak edhe të rolit që i jep detyrës përgjegjësisë që jep kushtetuta, ku e tregon që presidentja e vendit duhet të jetë një person që është mbi palët, person unifikues. Mendoj që është shumë e dëmshme për vendin tonë, e konsideroj personalisht shumë të dëmshme të shoh një ish presidente të vendit e cila për interesa personale, në kohë fushate, flet gjysmë të vërteta, të pavërteta, apo domethënë gjuhë të tillë fare jo përmendet, aq më shumë për faktin që nëse ka qenë në njëri të situatave të tilla është dashur t'i thotë me kohë. Mendoj që kjo nuk është një gjë e mirë për institucionin e presidencës, për presidenten. Është legjitime të garosh, ka shumë gjëra për të folur, mund të flas për programin, mund të flas për qeverisjen, mund të flas për gjërat të cilat janë pjesët e shkëputura të intervistave edhe nxjerrja prej kontekstit e deklaratave për qëllime krejtësisht partijake, politike, nuk na bëjnë mirë si shoqëri, sepse është dashur një punë shumë e madhe që të arrihet deri te një pikë kur ne kemi një mbështetje më shumë se asnjëherë përpara për vajzat dhe për gratë. Lëvizja edhe bashkë me partnerët e vet, ne kemi pas 66 deputet dhe në mbledhjet e grupit parlamentar jo gjithmonë kanë marrë pjesë të gjithë deputetët. Dhe ka qenë kërkesë edhe vetë deputetëve që gjatë votimit të rikujtohen se cili ka qenë dakordimi në grup. Para çdo seance ne kemi pas mbledhje të grupit edhe ai ka qenë qendrimi i grupit. Edhe unë jam kujdes maksimalisht që të mos vi në situatë që për shkak se një deputet mund të mos ka qenë i pranishëm në mbledhje, ose për shkak se një deputet nuk ka qenë i pranishëm në sallë të dështoj votimi. Deputetët e televizjes vetëvendosje dhe partnerëve tonë të guxo. Dhe Alternativa janë pjesë e grupit tonë grupit në WhatsApp, ndërkohë që grupi i deputetëve të komuniteteve jo shumicë jo serbe kam pas udhëhecin e tyre, deputetin Artan Aslani, me cilin unë kam komunikuar në vazhdimsi, unë kam bashkëpunim të shkëlqyeshëm, të jashtëzakonshëm dhe me Dejona Mihajlin. Si që thatë edhe ju, ajo është koordinatore e komiteteve profesionale dhe në lëvizjen vetëvendosje çdo projekt ligj, çdo vendim, çdo politik që iniciohet, paraprakisht diskutohet në komitetet profesionale. Dhe pastaj, koordinatorja e komiteteve, në këtë rast zonja Dejona Mihajli, e cila i koordinon këto komitete, i ndan rekomandimet, reflektimet të ndryshme për politikat të ndryshme me palët me interes, shofshin ka deputet individual ose të tjera. Unë nuk di se shkruan fjalime, por natyrisht ajo është për një kohë shumë të gjatë në lëvizje, është tejet
e angazhuar edhe e përkushtuar, dhe nëse dikush ka nevojë për një konsultim, për një temë caktuar, unë vetë si deputete, nëse kam pas nevojë për një projekt ligj caktuar të legjislaturës, 2 legjislaturave, 3 legjislaturave përpara, adresën e parë kam te koordinatorja e komiteteve.